Prokuria e Shkodrës ka hapur hetimet lidhur me ngjarjen e shtetasit Mirel Çokaj, i cili u gjeti pa jetë në një humner në malet e Kelmendit në Malsinë e Madhe, ku policia fillimisht tha se ishte një rrëzim aksidental i viktimës. Pas dyshimeve të familjarëve dhe të afërmve për një vrasje të mundshme të 40 vjeçarit, Prokuria e Shkodrës nuk e ka pushuar çështjen, por ka hapur hetimet fillimisht për veprën penale shkaktimi vetvrasjes. Ngjarja ndodhi më 18 shtator të këtij viti, kur policia mori njoftimin se një person ishte rrëzuar në fshatin Kozhnje të Malsisë së Madhe. Në orët e pasdites, fillimisht përmes dronit efektivet konfirmuan se trupi i pajet i përkiste shtetasit Mirel Çokaj. 24 orë pas njoftimit, u bë mundur nxjerrja e viktimës nga humnera përmes një helikopteri të forcave të ushtrisë, të cilët erdhën dhe nxorën trupin e pajet. Dyshimet e të afërmve lidhen me një vrasje të mundshme pasi sipas tyre Mirel Çokaj, para se të humbte jetën, dollej në një parcel droge rreth një orë larg vendit ku u gjet. Sipas familjarëve, 40 vjeçari parcelën e drogës e kishte bashkë me disa ortak të tjerë dhe dyshojnë se njëri prej tyre të paktën mund ta ketë shtyrë shtetasin Mirel Çokaj drejt humnerës me qëllim për të mos i dhënë pjesën e fitimit që i takonte nga ky biznes i paligjshëm. Po ashtu viktima sipas familjarëve kishte për të kthyer 2 ditë më vonë dhe jo atë ditë që u largua dhe se kthimin e ka bërë në një shtek tjetër të ndryshëm nga rruga që bënte zakonisht për tek parcela e drogës. Këto dhe të tjera dyshime që familja kanë çojnë sipas tyre tek një vrasje e mundshme dhe jo një rrëzim aksidental. Tashmë prokuria ka hapur hetimet dhe po merr në pyetje familjarët të afërm të dyshuarit që familja ka dhe persona të tjerë që mund të kenë dieni rreth kësaj ngjarje, nëse vërtet kemi të bëjmë me një vrasje të Mirel Çokaj siç pretendohet.